Tash, a je kundër PDK-s e LDK-s e këtyna, a je kundër kurtit? Unë mendoj që ne duhet një parti politikë. Çka duhet me qenë zgjidhja e problemet është me pas investime kapitale në këtë vend. Edhe kurti po ashtu po thot rajon. Edhe kurti po thot ashtu. Po kurti asnjë investim kapital se ka bënë aty. Po as PDK-ja për rajon. Tash, a je kundër PDK-s e LDK-s e këtyna, a je kundër kurtit? Unë mendoj që ne duhet një parti politikë. Kundër të dyjave sepse Bedri Hamza. Okej, mirë shumë, jam pro t'rregoj çka thot Bedri Hamza dhe çka thon ne tjerë. Edhe tha, nuk kom vijat kuqe edhe kom ja presidentin kurtit. Që vetjet e së Arjan Tahiri tha s'kem vijat kuqe. Tash unë nuk mund me kompro PDK-s nëse shkojnë me vetvendosen. Se unë me qut dëm kohën teme me fol me një subjekt opozitar që u ka dënë mi thy kompë me shku në koalicion me kurtin Arjan. Që është problem. Se unë me fol këtu për gratë edhe me të lonë ty me shpjegu programin, shumë mirë që ti ki me shpjegu programin, por Rani Ismaili i ka sa 18 billboarda në për Prishtinë ka 2.000 euro ku je tin që ata billboarda. Tash për mu është të rëndësishme me folë edhe qështu. Okej, ti je këtu me përfacu PDK-n edhe ja dënë matë mirën PDK-s. Mirë për që ata burat në parti janë qash patriarkal, sa që politika për gratë nuk kanë me buar janë. Edhe për këto e me bindë edhe sigur. Partia Demokratike, në plan programin e saj, ka rritje të pagës që nuk ja u jep 100 euro nanave, mirë po ja rrit rrogën 50%. Që me ato të ardhura që i ka, me një rrogë të rritën 50%, pavarësisht, a është doktoresh, a është mësuse, a është nën që është në pushim telefonis, apo është nën që nuk është fare në punë. Pra kemi program të sakt sa i përket politikave sociale për ngritje të nivelit të standardit të jetesës në këtë vend. Nëse flasim për vijat e kuqe, natyrë, prej ditës parë, kur ekziston Partia Demokratike e Kosovës, me asnjë parti politike, me asnjë parti politike shqiptare, asnjëherë s'kemi pas vijat kuqe. A din ku dallojmë me parti tjera opozitare? Jemi partia e vetme që në nivel qendror asnjëherë nuk kemi pas bashkëpunim, asnjëherë nuk kemi qenë në qeveri me lëvizjen vetëvendosje. Sepse ka shumë ideale, ka shumë çështje programore. Të më thonë, Arjan, ti ko kënë opozit vesh pëse kurti s'ka dash. Që ne në ndojnë me lëvizjen vetëvendosje. Ne nuk jemi me Albin Kurtin, sepse marrëveshjet politike... A e voton ti, që shpëthot Arjan Tahiri edhe... Nuk jem pazare politike. Marrëveshjet politike janë këti për një çështje 2, 3, 4. Që i thu autoritar kurtit, ose një bashkëpunim, ose një a e voton qeverin kurtit ti, edhe qa thuti Arjan, kur liderët e tu të partisë tonë, dalin e thonë s'kem vijat kuqe, qoftë kena me hingë qeveri me ta, qoftë kena me ja votu presidentin e thamë Braham Bedri Hamza. Tash, nëse jemi të folë ku po dihet që PDK-ja s'ka me marë 50%, edhe jemi ka e din qka na pret, na duhet me folë për qka na pret, nuk mundë me folë për satelita këto. Vetëvendosja, dele para, qka bën PDK-ja? Bedri Hamza po thot shkojnë koalicion me to, krejt që këj programi joti vjen për tokë. Tash, nëse shkon, që këj programi joti vjen për tokë, nëse vetëvendosja fiton rezultatin e njëjtë dhe shkonin koalicion me to. A di qka bohet? Autoritarin, shtetë është autoritarë dhe për gratë, që i manë gratë, si baba në shpi, ja u ep ka një qëndërën, regull është ajo, mirë po nuk bën politika shtetë. Qa bën ti? Ta ndigjojmë përgjigjin. Arjan. Pyetja jeme është jetë. A voton Arjana një koalicion me vetëvendosjen? Ta ndigjojmë përgjigjin. Besoj që pyetja është jeta me mbo, po sigurisht unë nuk hezitoj asnjëherë me ja përgjigje në çka unë besoj edhe e vlerësoj që është e drejtë. Çka du me thonë në krejt këtë çështje natyrë? Ne nuk garojmë me kalu pragun, ne garojmë me qenë të parët. Ky shtet është në krizë. E kem thonë vazhdimsi në kuvend të Kosovës. Me që ky shtet është në krizë, ne garojmë si parti politike në vendin e parë. Sepse kem një kandidat për kryeministër që është i dëshmuar në gjitha pozitat të cilat i ka pas deri sot.